Po që ato 10 ditë na frymëzojnë, na japin energji, na pa e përjetu nuk mundet kërkush me e përshkru si është ajo ndjenja kur merr rrugë ti më ardh për Kosovë. Edhe unë edhe pse vi shpesh, domethënë unë vi një herë në muj shkaku që i kam edhe bizneset këtu, prap kur ma rrugën më ardh, jam ma s'flej, domethënë, nëse e marr aeroplanin në 5 mëngjesit unë s'flej atë natë. Po, për emocione. Po, se ajo të manë se vim këtu. Deri që tash, me folë realisht se o boba jëtë kjo të thonë s'pë na presin mirë, po o konë realiteti që ashtu. Se realiteti pse nuk po ju nuk presin e di, mirë? pak dishka su kur na i bëjshi do qështu pa drejtësia, jo i rritë që samet e jo... Që më stanin se Kosova u bo e shtrajtë edhe pa jo, që tash po, që tash s'keni ku me rritë mos, që tash ishin shku në kolëm. Po që atëherë i rritë që pak, po prap se prap na vim. Amo me folë realisht për një ma e kom, mirë është mës me bo dalime. Pse? Duhet me mendu, ta që jetojnë Kosovë, duhet me mendu që fëmija jam duhet milion lezet fëmijës tem me ardhë këtu. Se unë e vi, se unë jem rritë që tu. Unë i kom familjen që tu, e kom nonën, e kom vllahun, e kom... Mis mi pas burën e babës, çdo gjë e kom. Po fëmijën tem shka e lidhën. Nëse fëmijën tem ja bën dredhina, fëmija jam nuk vjen këtu. Seriozisht nuk vjen. Jo vi që jam, po i kërkujna nuk vjen. Se rriten fëmijët e tonë rriten me një botë tjetër. Rriten me një botë korrekte. Rriten me një tradit korrekte. Sado që edhe unë që prind jam jo e obliguar me rrit fëmijën korrekt. Më deova. Ka njëherë unë i thëmë fëmijëve që shto thënë, mom, ka ecë bota. A hen me ledzu. Më ka ngell troka për mas. A kupton që du të thëmë. Kështu që për këtë arsye, për këtë thëmë unë që mos me bo fort, si e farë sana që si të hishme se fëmija jam duhet milion lezet më është këto. Për shpia, që shpiju presin? A piju presin tash ta? Jetojnë me pi kafe. Njerëz në për shpia na kanë prit. Kush për nafto me pi kafe? Na i ftoj me pi kafe, se fto kush me pi kafe, motër. Jo, motër, kush fton këto me pi kafe? Momentin që ju thu, hajde me pi kafe, edhe fëmijët i zgjidhin pi djepit i morrin me veti. Hajde se për na thirin me pi kafe. Qështu mu më ka ndodhë, tash. Po besoj që i ka ndodhë shumicën se e di që i ka mu kritiku në këtë farë sistemi, po e vërteta ka qenë kështu. A tash jo, tash ka njës pak se ma ka pabu një plak në vjeri i kunatës teme, ku jem shku, një herë thash qëshje, mi gjauk qëshje, sa me migjen tha, sa jo kem në budallëve, sa është i tha jo mirë. Jo, pasryti i bona kokur. Pe qesë qështu kujpen se nuk pe di sa duna me qitë kryp, për këtë arsye. Se koka shumë e im. Po, e im është. A di shka, dhe ne bu kësha gjel pak, pojnë ma pak me shtatë. Fix, ma pak, po thonjë kamermanat. Edhe, a i tha, me migjen tha, sa ju kem na juve të budallëve t'jashtit, ta na jetoj mirë. I hapa sy t'i bona kokër, thash si për na thët njëri i budallë. A din plak plak burë me zonë, o konë. Ku, tha shepse, migjo po thu kështu, tha pasha migjen, tha. Ku t'ja nisni, tha, ju mu shmen, tha, neve që atëherë, tha, na merë ljumi. A din, aje, tha. Tha shvelloj më mishë, s'po të kuptoj hishe, e ka thu, po, s'pjego ma mirë. Tha, unë e desha mirë, shok, ka thët, po desha mija në zerë pak. Po jo bre bejesë nuk është. Tha, me migjen, tha, kur na nalë një ju, tha, neve na delar pa loki, tha, që atëherë shujem sa ju du. E da ti po thu që ju e keni nolë dhe neve na karo menda? O, na e kena nolë, po e kena nolë, sa më nënë si se kena nolë. Jo, për ta po. Jo. Nuk e menoj që i dojnë që ashtet për pare. Jo, na zbim mo pare që shkena pru. Jo, foli drejt. Për në Kosovë kena punë të ma mirë. Për qata, ju këtu. Na ju bim ju dhe atje. Që, bisë shemull këta jepi. Këtu e kom bo banesën, këtu one me bo më shku më minë banesë të eme kik. Shko hada atje, bim e fi që këtë shtia.